Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum selam, vazhdo vëlla sa të ndëgjoj çfarë. Allah është shpëlef më larem për tonën e rastit të mundësisë. Unë du që nga shteti i largët helvetik i Zvicrës t'ju përshëndes të gjithëve një nga një ato që jeni prezent. Dhe në emrin tim personal të gjithë juve që jeni aty prezent, t'ju shpreh ngushëllimet e mia më sinqerta për kalimin në amshim të agjës tim Azmi Kelmend. Do të mundona të jem i shkurt me shpresë se ato cilën e thëmë sikur që na mëson edhe dietarët, ajo që ka del nga zemra, shkon në zemra. Do të mundona disa fjalë për zemrës me i thonë për një njeri, për një veprimtar të rrallë, të cilën e kemi pas ne si familje, kemi pas fatin dhe nderin ta kemi në mesin tonë, por Axhan Azmi nuk ka qenë vetëm i joni, ka qenë i gjithë Kosovës edhe më gjerë. Ne dim veprimtarinë e tij të bujshme që ka pas sakrificën e tij të madhe për vendin e tij dashur për Kosovën. Dhimbja për ndarjen nga jeta e Axhës Azmi nuk është ndi vetëm fush Kosovë atje, por edhe më gjerë. Dhe dua t'i falenderoj një nga një për gjithë fjalët e mira që keni thonë për kujtimet më të mira që keni nda për veprimtarinë e bujshme të tij. Duhet të them se Axhan Azmi ka qenë një veprimtar i dalluar, i cili jo vetëm ai individualisht, por edhe para artësit e tij. Prindi i tij qysh fillim ka bërë sakrificë duke lëshuar shtëpinë e tij që të jetë vatër arsimore për gjeneratat asaj kohe, përderisa poshtuesit i mbyllnin shkollat publike, ata i hapën dyert të shtëpive tyre që shtëpitë e tyre të ishin vatra të arsimit. Axhan Azmi ka pas edhe axhën e tij Mehmet Kelmendit, i cili ka qenë adhetar dhe veprimtar i dalluar, i cili ka kontribuar duke qenë edhe mësues për gjitha gjeneratat të asaj kohe, në kohën më të vështirë, duke dhënë më të shtrejtën për vendin tonë dashur për Kosovën. Andaj duhet të them se Axhan Azmi ishte i kësaj loze. Nuk ishte ka mundësi të dilte ai ndryshe, përveç se të jetë i pjekur dhe i brimosur në personalitetin e tij, dashuria për vendin dhe për vatanin. Andaj gjithë ne e dim kontributin e tij në kohën më të vështirë, kur është suprimuar autonomia e Kosovës në kushtetutën e Kasanikut, ka qenë edhe delegat, ka marrë pjesë për ta shpallur Kosovën republikë dhe shtet pavarur. Por ajo që e dallon Axhan Azmi prej të tjerëve, jo vetëm si janë familjar i tij, por ajo që dallon një cilësi shumë e veçantë ka qenë thjeshtësia dhe modestia e tij. Unë para se të jem hoxh, para se të jem mësues, kemi punu në ara, kemi qenë bujq, sikur shumica prej neve, edhe ata që janë aty prezent. Dhe nga përvoja kam mësu se nuk e dija kam drejt ta marr këtë shembull, por nga përvoja kam mësu kur kemi dalë me punu arat tona, kallinjet e grurit të cilët kanë qenë të mbushur, plot, ata kanë pas kokën ulur, ndërsa kallinjet të cilët kanë qenë thot e kanë pas kokën përpjet. Axhan Azmi ka qenë i tillë, ai i cili ka pas të mbushur jetën e tij me sakrifica, me veprimtari të palodhshme, kur në jetën time nuk e kam dëgjuar ta përdor për emrin vetor në numrin njëjës të thot unë kam bërë këtë, unë kam bërë këtë. Por veprimtaria e tij ka dëshmuar se çfarë njeri ka qenë. Njeri i artit, njeri i kulturës, njeri i sakrificave të mëdha,
por asnjëherë për të folur për veten e tij. Për të flasin veprat dhe të tillë janë njerëzit e mëdhej. Ata cilët veprat ju flasin para fjalëve. Dhe vetëm të tillët janë ata cilët do t'i mbjetojnë, emri i tyre do të jetë i përhershëm. Andaj, unë duhet shpreh edhe një herë falënderimin tim më të sinqert, duke qenë se jam antar i familjes Kelmendi dhe Axha Nazmi kam pas në njëjtën kohë edhe në misionin tim që unë kam zgjedh të jem mësues. E kam pas përkrasin dhe mbështetjen më të madh në këtë mision, duke më motivuar, duke më këshilluar dhe duke më suportuar gjithmonë që të vazhdoj këtë mision fisnik. Dhe duhet të them se edhe në aspektin fetar, duke qenë se jam pres dhe jam imam, në fundin e jetës, sikur që e dim, Axha Nazmi është sprovu me një smundje e cila nuk ka qenë smundje e lehtë, por ajo që duhet të ndaj është se ai vazhdimisht nuk e ka humbur mendimin e mirë për Zotin. Sa herë që kemi pyetur se si jemi shëndet, është falendëruar Zotit, ka thonë ati e mbështet, mirë elhamdulillah, asnjëherë nuk është ankuar. Prandaj ne si familje krenohemi që kemi pas një njeri të tillë. Dhe për ta përmbyll, duhet të them edhe një fjalë të cilën e kam lexuar ka herë. Njeriu i madh, njeri i vogël është ai i cili jeton vetëm për vete dhe mendon vetëm për vete. Ndërsa njeri i madh është ai i cili jeton dhe punon për të tjerët. Dhe çfarë njeri kemi pas e dëshmon prania dhe masa e madhe e njerëzve që ka qenë varrim dhe atyre cilët po vinë tani në ngushëllime. Edhe njerë nga Zvicra, nga ky vend, ju përshëndes gjithve dhe e lut Zotin e madhreshëm që me Axha Nazmi takim ju në radhës të jetë xheneti Firdaus. I falenderoj njëjtën kohë dhe kolegët e mi hoxhallar, cilët edhe pse unë nuk jam prezent, prania jonë, mungesa jonë nuk vrehet, kur qenë se në mesin tonë e kemi kryimamin e këshillit dhe arkatarin e këshillit, cilët i falenderoj nga zemra për prezencën dhe për ngushëllimet dhe fjalët e mira të cilët i dalin atyre gjithsesi nga zemra. Zoti ju shpërbleft, e na e lajmë kujtimin më të mirë për Axhën tim Nazmiun. Allahu na takoft e na bashkoft në xhenetin e tij. Zoti ju shpërbleft të gjithëve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum selam, Allah sa dhe na përshëndesim, Allah në xhenet na bashkoft bashkë. Amen, faleminderit shumë. Bashkë. Faleminderit. Zoti ju shpërbleft. Selam. Abu Allah.